Një tjetër projekt ndërtimi shumë katësh pritet të ngrihet në zonën e ujit të ftohtë, një nga hapësirat më panoramike të qytetit të Vlorës. Kjo zonë, e njohur për elierin e gjelbër dhe ndërtesat e ulta, po përballet me një rritje të ndjeshme të ndërtimeve të larta, ndryshe nga kufizimet e mëparshme që nuk lejonin mbi 5-6 kate. Këshilli Kombëtar i Territorit dhe Ujit, KKTU, ka miratuar projektin The Leaves, një kompleks banimi dhe shërbimesh me 14 dhe 16 kate mbi tokë dhe disa kate parkimi nën tokë. Projekti do të zhvillohet nga kompania Azure Developments në pronësi të Redi Strugës, Shpëtim Xhaferajt dhe Aslan Hastoqit, të cilët zotrojnë nga 33% të aksioneve secili. Objekti parashikohet të ndërtohet mbi një truall prej rreth 1300 m2, me një sipërfaqe ndërtimi rreth 470 m2. Sipas dokumentave, zona aktualisht dominohet nga ndërtesa 2 deri 5 kate, ndërsa tereni është i pjerrët me një diferencë lartësie prej rreth 9 metrash. Arkitektura e projektit synon të krijojë një efekt vizual natyror, ku balkonet janë të vendosura në mënyrë të çrregullt për të imituar formën e gjetheve, prej nga vjen edhe emri The Leaves. Fasada do të përdor panele qeramike me ngjyra të ndryshme për të reflektuar ndryshimet sezonale. Megjithatë, projekte të tilla kanë nxitur debate për urbanizimin intensiv të Bregdetit shqiptar, veçanërisht në zona me ndjesi të lartë mjedisore dhe vizuale si uji i ftohtë, ku zhvillimi i shpejtë po ndryshon ndjeshëm karakterin e zonës.